Atëherë është një epizod i errët në demokracinë parlamentare ku partia fituese nuk respekton rregullim bazik kushtetues që thotë që një i zgjedhur s'mund të jetë edhe kryeministër apo ministër edhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Qëndrimi i partisë fituese që me 10 deputet që ushtrojnë funksionet të kryeministrit përkatësisht ministrave, përqen dhe deputet njëjtën kohë, pra dhe ministër dhe kryeministër dhe deputet, është ndrim jo kushtetues, i cili bëhet si pjesë e një loje politike për të zvarritur sa më shumë formimin e institucioneve dhe blerë kohë. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Të japin ndërheqje prej pozitave që i kanë, të ulën në ulsat e Kuvendit si deputet të Republikës Kosovës, të bëjnë betimin si deputet të Republikës Kosovës dhe kështu nis formalisht konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Sa për akuzat tjera, po i shihni se janë pjesë e një mendësie të njëjtë polarizuese, dhe du të them një gjë të thjeshtë. Ata që komunikojnë me mesazhe për bërjen e votave nga lista serbe për qeverinë ashme, më së paku du të flasim për koordinime të tilla. Megjithatë, në letër e dorëheqjes drejtuar kryetarit parlamentit në deputatshëm Lako Njufsës është publikuar nga vetëvendosje. A konsiderohet ajo dorëheqje nga nga LDP-ja të pas kompletisht? Pse nuk e pranon? Faleminderit që po më jep drejtën me furtë për parti tjera, nuk e kam. Do të flas vetëm për LDK-n. Nëse është dhënë letër dorëheqje dhe të njëjtit kanë vazhduar zyre dhe zyret i kanë këtu, atë çfarë vlere ka kjo letër? Një njeri që jep dorëheqje nuk vazhdon punën si kryeministër i Kosovës. Ju lutj shkonin tek kryeministria, sheni, a është kryeministri i Kosovës kryeministër apo është deputet në Kuvendin e Kosovës, sepse dyja s'mund të bëhen. Pra ne kërkojmë që të jetë një akt normal, minimalist, kushtetues për Republikën e Kosovës, të ketë një dorëheqje, mos varritet procedura e votimit dhe LDK-ja do të votoj raportin me njëherë sapo tipet dorëheqja me 20 votat e palëkundrat të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por megjithatë po vazhdon detyrën e kryeministrit nga 23 marsi deri më sot. Tani këto janë çështje interpretime kushtetuese për Kuvendin e Kosovës, se ne jemi deputet Kuvendit të Kosovës. Ne nuk do të bëjmë shkelje të tjera kushtetuese që nesër përdoren për rrëzimin e qeverisë. Pra nesër po e votojmë ne një raport të tillë të komisionit, nesër kushdo mund të rrëzojë një qeveri të ashme të Republikës Kosovës dhe kështu shkaktoj zgjedhjet parakoshme në afate që ata i planifikojnë politikisht. Procedura është shumë e thjeshtë. Komisionit i dorëzohet një letër dorëheqje, pas së cilës janë dhe votat konstitutive. LDK janë mbështet në momentin e parë që deputetët janë vetëm deputet Kuvendit të Kosovës dhe s'kan funksione tjera. Njerëzit tonë këtu që kanë me vete, kanë dhënë dorëheqje nga funksionet e veta. Jona Reshaku Sadriu ka dhënë dorëheqje prej nënkryetarës së komunës Prishtinës. Alban Zoga ka dhënë dorëheqje prej nënkryeitarit të komunës Prishtinës, kanë ardhur për të bërë betimin për deputet. Nuk mund të jesh edhe deputet, edhe kryeministër, edhe ministër, edhe gjithçka tjetër. Është rregull bazik demokratik. Ne të konstituojmë një Kuvendin e më pas flasim për hapet tjera. Po. Natyrisht. Jo, ne do të bëjmë betimin një herë. Ne do të betohemi si deputet më pas hapat e tjerë. Por seanca duhet thirret sa më parë, sipas rregullorës duhet thirret brenda 48 orëve. Ky është proces bllokues i qëllimshëm i partisë së pushtetit, sepse si ka numrat. Fundja ju e pas fuqinë politike. 52 mbështetës të një qeverie që pretendon se i ka numra dhe më pas një mal akuzash për secilin tjetër teksa zihen në mesazhe politike me vetë listën serbe. Këtë gjuhë polarizuese e kemi pa, e njohim, nuk ndryshojnë, s'ndryshojnë, s'do ndryshojnë, s'marrim se janë të tillë, s'kem çaj bëjmë. Në fakt vetëvendosja kjo akuzon juve, do të thotë Lidhjen Demokratike, Partinë Demokratike dhe AK-n për procesin bllokues sipas tyre. Unë po ju them, jepni dorëheqje, mos bëni probleme të tilla politike, e janë në seancë, zgjidhet çështja menjëherë. Një letër larg dorëheqjes dhe situatës kushtetuese jemi gjithë bashkërisht. Akuzuar që tashmë nuk merreni me listën serbe fare, por merreni me vetëvendosje. Edhe një herë. Ju kanë akuzuar se nuk merreni me listën serbe. Kush? Duke përmendur Albulina Axhiu, duke përmendur Radojčićin dhe veprimet e tij në Bajsk, ndërsa po merreni me vetëvendosje. Si kundër Po kjo është, domethënë kjo është trillim i papam. Pas sulmit në Bajsk ka pas takim me kryeministrin e Kosovës. A jetojmë në një shtet ku mbahet memoria kolektive qartë apo jo? Por cila parti politike nuk ka denuar sulmin politik terrorist në Bajsk? Ne kemi pas takim institucional.
Pra, Klan Kosova dhe Radio Evropa Lirë sa poran. Edhe treta. Ra një pjesë e Klan Kosovës. Por media triumfojnë sërish, shqeqoni. Ajo që ka, do me thonë, kjo gjua polarizuese është jo dobishme për Republikën e Kosovës, është gjuhë në shërbim të polarizimit me të tjeshëm, s'kam se si ti përgjigjem, përveç me qëndrimet politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por ajo që ka poshtë, se si janë njerëzit tonë, deputetët tonë, teksa flasin për votat të listës sërbe për qeverinë, janë deputetët e asaj që pretendohet jetë e qeverisë e ashme. Edhe një pyetje, tani, kryesuesi e dërgoj seancën tek presidentja, nuk e di është rasti pa parë kushtetues deri më tani në historinë parlamentare të Republikës Kosovës, por pramë që se mblidhemi, pozicioni është i njëjtë. Duhet jepet dorëheqja për të shtruar funksionin e deputetit. Nuk bën të kemi edhe deputet edhe ministra në qeveri. Po, të lutem. Ja. Duhet bjen për shkak të vullnetit politik, jo për shkak të rregullave kushtetuese. Ne duhet jemi të pjekur si shoqëri demokratike që mos ta shkelim kushtetutën me vedije. Nëse tim kërkon sot me votu diçka që unë jam i bindur që është shkelje kushtetuese, atëherë është e padrejtë, s'është mirë. Duhet të harrojmë kushtetueshmërinë e Republikës Kosovës. Proceset politike janë betejë normale brenda Parlamentit të Republikës Kosovës. Por mos kërkoni shkelje të kushtetutës se s'bëhet. Këta janë mësuar me shkel kushtetutën, se kanë ngale 10 herë. Por nesër ne bëjmë një gjë të tillë. Ju falenderoj gjithëve.